Presidentja Vjosa Osmani pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve është duke shikuar mundësim për një datë të përshtatshme për të thirrur seancën e konstituimit të kuvendit. Pas konstituimit të kuvendit pritet të rrjedhin edhe afatet kushtetuese për formimin e qeverisë. Bedri Hamza nga PDK-ja tha se është i gatshëm që të marrë përgjegjësinë për krijimin e qeverisë së Kosovës nëse një gjë të tillë dështon ta bëjë partia fituese. Jam biseda me partitë që kemi qenë në opozitë që ne ta krijojmë qeverinë dhe t'i dhojmë instruksione vendet. U pyet nëse është i gatshëm t'i lë postin e kryeministrit LDK-s, e cila ka vënë këtë kusht për çdo marrëveshje eventuale për një koalicion të ardhshëm qeveritar. Dihet rroba. Një natë më parë, në një intervistë televizive, kreu i AAK-s Ramush Haradinaj tha se LDK-ja po e bllokon qeverinë e opozitës. Haradinajt i ka reaguar me njëherë kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku, i cili ka thënë se nëse partia e parë nuk mund të bëjë qeverinë, qëndrimet e tij janë të qarta dhe LDK nuk ua bën politikën askujt për çefi.